gëzuar ditën e veteranëve këtu në Amerikë. Ç'po ndodh në Shqipëri? Është një përplasje midis asaj që Berisha i quan Lubia Rametlia dhe atij që ajo i quan Palloshi i gjatë. Mbas viteve 90, Athina të paktën përmes të shërbimeve të saj inteligjente ka instaluar 2 kryeministra, ka financuar, ka mbështetur opozitën fillimisht, natyrisht me ndikimin e Bashkimit Evropian, dhe përmes Janulatusit ka ngritur në pedestal atë që quhet Kali i Trojës. Në qoftë se shikon ecurinë e politikanëve shqiptar, natyrisht që mbështetja vjen o nga Athina, o nga Beogradi. Një nga drejtuesit e Partisë Socialiste Forumit Rinor, nga 5 drejtuesit, ka mbi 50 deri në 100 kalime kufiri nga Shkodra drejt malit zi ish Jugoslavia asaj kohe. Nuk është rastësi. Me kufirin jugor, fillimisht u manipulua me dëshirën e shqiptarëve për të larguar drejt një vendi me prosperitet ekonomik, dhe natyrisht që inteligjenca greke, klanet anti-shqiptare, piketuan, survejuan, përpunuan, rekrutuan element që do t'i përdornin në vimësi. Mbaj mend në një takim me ambasador Baletën diku te Hotel Tirana, me ishin disa zyrtarë të lartë, dhe zyrtari i lartë greke ka pyetur që a do të jeni ju ministri i jashtëm në qeverinë e re? Ai tha jo, nuk doni ju të jeni, jo, unë dua, tha, por nuk do Greqia. Fakt, në qoftë se shikon shkatrimin e më shumë se 500 fabrika dhe kombinateve në vitet 90, po të shikosh me vëmendje, është shkatruar më shumë pjesë e Shqipërisë qendrore dhe veriut. Pra janë ruetur ato gjoja të Vorëpirit. Lobi grek ka qenë shumë i fortë në Amerikë, nuk është më fatmirësisht. Rama shpeshherë kur vinte në New York takoi me numrin 2 të kishës ortodokse greke, ndaj nuk është rastësi që është dekoruar nga kisha ortodokse në Athinë. Lidhjet i ka mbajtur. Natyrisht është Anastas Angjeli, i cili është personi që futi metën në takimin 3.5 minuta me Bushin në Shtëpinë e Bardhë, duke përdorur lobin grek. Nicolas Gage, por mbi të gjitha Janulatus. Si u ndërtua ajo kisha katedrale e madhe në mes Tiranës, që nuk ka asgjë nga arkitektura e kishave të Bizantit shqiptare. Janë miliona dollar. Greqia ishte në krizë të madhe. Nuk kishte se si ta i ka marrë nga Rusia, por ka përfituar shumë nga kompanitë greke, AMC-ja. AMC-ja është vendi ku u instalua fillimisht balloku. Erdhi nga Greqia, janë të dyshimta diplomat, jo të mësaj, për të shumë politikanë, por ajo që krijon habi është kjo që e përzgjedhura, e dërguara e Greqisë, milionat kërkon t'i bëj me Stambollin, por luan davan e Athinës dhe ka dalë diçka e re në Porto Palermo. Edhe Peleshi, numri 2 në protokoll, ka shumë gjasa që të jetë investim i shtetit fqinj Greqisë. Greqia nuk tërhiqet. Nuk është e fortë siç ka qenë në fillim, por në ekonominë shqiptare, përmes ministrave të korruptuar, sidomos të PS-s, ka fshoi pasuri të mëdha. Greqia nuk është shteti fort sot në BE, por ushtarakisht dhe në shërbimet e inteligjencës është. Duket jo e natyrshme, paradoksale që në kuadrin e NATO-s ku ne jemi, që i tanë i mbron Greqia. Natyrisht që ne kemi garant Amerikën, por Greqia nuk e ka hequr ligjin e luftës me ne. Mbetet agresiv.
nuk nje të drejtat e çamëve, drejta legjitime, nuk pranon minoritet shqiptare edhe pse janë me miliona arvanitas. Dhe ajo që ne nuk mund mos kemi kur agresion nga Greqia, për mua është e pa kuptim, sepse duke qenë NATO nuk të shpëton, sepse edhe Turqia me Greqinë antarët NATO, si që të gjithë e dim se shëndodhe me Qiprën. Nga zgjedhjet e fundit bashkiake tregon që shuplaka më e madhe ju tha Ramës. Përse Rama është kaq i friksuar nga numri 2 i qeverisë dhe përse Dumani nuk e arreston. Ajo shkatron provat, duke shkuar çdo ditë në zyrë dhe duke i bërë presion të madh Ramës që e detyron Palloshin të dalë ngjitur me të në një konferencë whatever, çfarë ishte, po më lëshove të marrë me vete. Ky është mesazhi. Pra del më burrnore se mediokri i bashkisë. Ai është një skandal tjetër. Firmos nga qelia, pra i lihet e drejt përsëri të korruptojë se ai për korrupsion është aty. Çdo firmë e tij korrupsion mbart. Qesharake, gjykata kushtetuese, edhe kushtetuta në Greqi na ka bërë. Ktheu në kohë kujtojeni, Lukerzës. Natyrisht kishte edhe disa politikanë shqiptarë që i përdori, opozita nuk e votoi. Dhe kishte drejt. Kishte drejt. Si do shkoj ecuria hetimeve të SPAK, Dumani është në hikje. Kushdo që të vi nga të gjithë ministrat e Ramës, mbi 50% janë me dosje në SPAK. Përse nuk reagon opozita ose përse nuk reagojnë shqiptarët? U mësuan me të keqen, janë zgënjur, nuk shikojnë, nuk marrin frymëzim. Janë dy mënyra që se si vjen shpërthimi. Është si një enë që zien dhe plas. Ose përmes një ngroje shumë të madhe. Pra, aty po zien. Dhe natyrisht që tek plasja e një revolte masive do shkoj, sepse sistemi zgjedhor është i kapur. E treguan qartë zgjedhjet pjesore të bashkiake me një numër minimal votuesish. Por përsëri është farsë, sepse pushteti qendror kontrollon çdo gjë. Tuajt nuk duan t'ja dinë se cili ose cila forcë politike do të drejtojë në Shqipëri. Këtë e kemi kuptuar. Natyrisht që nëse prekan interesat e sigurisë kombëtare amerikane, do të ishte një favor edhe për shumicën e shqiptarëve që nuk duan Palloshin e gjatë, Lubin të futur kalën e trojës nga Greqia dhe një parti që është vazhduese e Partisë Hoxhës. Disa sinjale janë dhënë. Ja kam thënë zëvendësuesi i Escobarit që injoron Ramën, takon SPAK-un për dhe drejtues të PD-s, por dhe kjo nuk e përbys situatën. Ajo që e dënon dhe e ndëshkon është lidhja me trafiqet e Amerikës Latine, sepse kjo cënon sigurinë kombëtare amerikane. Ndaj amerikanët janë të ashpër, ndaj Venezuelës po vrasin, është dhënë një visto për të hyrë në Panama në mënyrë ushtarakisht këmbësor. Pra, Trump, edhe pse MAGA nuk do që ai të angazhohet në politikën e jashtme, ka filluar dhe do të vazhdoj. Unë ju kam thënë që Trump është Jacksonan, nuk ndryshon, është atipik, por politika amerikane, si në çdo vend, ka grackat e saj dhe të paktën 4 senatorë votuan kundër tij për tarifa, duke treguar që një pjesë e mirë nuk është me ty, por ai pati një sukses sepse 8 senatorë demokrat u bashkuan me republikanët për të zhbllokuar mbylljen e qeverisë. Tek mbyllja e qeverisë, për mendimin tim e drejta është me Trump, por përfituan tek zgjedhjet të majtët. Ata kërkojnë kur ra Covid-i këtu, programi shëndetësor falas
Obamacare u shtua për një masë të madhe njerëzish, sepse ishim në një epidemi, bënte sens. Demokratët doan që kjo të vazhdojë, republikanët jo. Janë rreth $1 trilion. Tani, diskursi politik është i tillë që republikanët thonë që demokratët duan që të paguajnë falas për emigrantët pa letra. Teknikisht, nuk mund të paguhet për emigrantët pa letra, por janë gjetur disa $milion që përmes disa kalesave, pra fondet që vinë nga qeveria qendrore, jepen për fondacione, dërgohen tek këta. Por nuk është $1 trilion. Këtu ishte gjithë përplasje. Tani kanë rënë dakord që ta zhbllokojnë qeverinë deri në fund të janarit, por ushtrin departamentin e veteranëve ta financojnë për një vit. Senati ka një forcë, duhen 60 vota që të kaloj ky aprovim buxhetit, dihet që i jep forcë minorancës. Kryetari i Senatit Schumer është kundra kësaj që bën 8 senatorë, sepse në mars ai votoi për ta kaluar këtë lloj, sepse bëhet rreth çdo 6 muaj. Dhe menjëherë majta e sulmoi ashpër. Natyrisht që në situata të tilla përfitojnë elementë si kryetari i ardhshëm i New Yorkut, Mamdani. Është një brezi Z nga 18 deri në 29 vjeçar, të cilët kanë bler idenë e socializmit, një lloj dinjiteti, diçka e surreale, por mbas 20 vitesh këta do të jenë masa kryesore e votave në Amerikë. Ky vend është krijuar mbi lirinë ekonomike, sipërmarrjen e lirë, jo kapitalizmin në termi përdorur nga Marksi. Por ky vend ka forca që vetë korrektohet. Natyrisht që Amerika ka demokracinë dhe qeverinë mbase më të mirë në botë, por është e korruptuar. Pa diskutim janë të korruptuar, edhe senatorë dhe kongresmenë, deri tek zyra e presidentit. Janë të korruptuar fëmijët e tij. Sepse ky sistem nuk janë dot korrupsione, por e ndëshkon e dënon. Trump ka falur shumë nga forca e tij si president, por dorësit e tij personale nuk janë mbyllur. Presin se çdo të vendosë gjykata supreme për tarifat, është diçka që ose do të shkund shtëpinë e bardhë, ose do të tregojë që Trump është thuajse si mbret, nuk ndalohet nga askush. Ende, ndoni math nuk është marrë me Ballkanin. U morë dhe me Dodik. Natyrisht që lobistët duhet të kenë paguar miliona $. Për vendet vogla si ne, natyrisht që vëmendja nuk është e madhe. Por Kosova dhe ne jemi toka të ndikimit amerikan. Nuk e ndryshon dot as Trump, as fëmijët e tij të llastuar, e as dhëndrit i mediokër. Dhe prova është kjo, kur Senati kaloi një amandament, nuk është votuar ende, që të ndalohet kafshimi i trojve të Kosovës. Trump si personazh është inatçi, nuk fal kur shtallet, kur shan, dhe goditja nga doni është e pamëshirshme. Rama nuk po përballon dot Lubin, Ballokun, sepse ajo duhet di shumë. Edhe pse një nga oligarkët e medias atje më tha që Rama është i kujdesshëm, nuk firmos. Nuk ka se si Lubia të vjedh 50 milion në llogara pa ditur Alibaba. Me deduksionin më të thjeshtë. Siç u kam thënë, Rama synon që të vinë në Manhattan. Kështu ka deklaruar. Edhe mos vi, sepse problemi i madh me Ballukun e mban në tension. Dhe ajo thuajse e përdonoi në atë dalje krah për krah në atë konferencë 2 ditë më parë. Këto kanë ndodhur në Shqipëri. Është si presion, si trysti nga sistemi i drejtësisë, ndaj prokurorëve. Dumani, përpara se të ikë, duhet na provojë që nuk është i blerë dhe nuk është lojtar i Ramës. Sepse
korrupsioni është skajor masiv. Ai tha që nuk do ndalemi në qoftë se ka prova dhe për Ramën. Këto janë fjalë. Përse lejoi që Tigrin, një tjetër mediokër të korruptuar, të largohej? Kishte ndorë të arrestonte. Por Balluku nuk ka nevojë të shkojë në parlament. Thjesht në gjykatë për të dhënë një mesazh të madh. Për të mos e lejuar që Kali Trojës i Athinës të bëjë këtë trysni kaq të madhe. Ku do në Shqipëri?